Ergys Hasa, Akshi është në varësi të kryeministrisë, si ka mundësi që SPAK nuk e ka thirrur asnjëherë Edi Ramën për të dhënë shpjegime për këtë çështje, ndërkohë që janë përmendur emra si Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri? A nuk duhet të hetohen të gjithë deri tek përgjegjësi kryesor politik? Ju keni shumë të drejtë. Në një shtet ku sundon ligji, ajo është e domosdoshme. Por në qoftë se kujtohet, rreth një vit e gjysmë më parë, Edi Rama udhëzoi rojet edhe punojësit që të mos lejojnë asnjë hetues apo prokuror të bëj konfiskime apo gjëra në zyrat e kryeministrisë dhe zyrat tjera. Kuptohet që urdhrat të tjerë pastaj janë dhënë dhe kërcënime të tjera dhe në fakt ata nuk guxojnë. Nuk guxojnë ta thrasin, nuk guxojnë ta hetojnë. Ju e dini, e thatë bukur. Ky Rama deklaronte se Akshi është suksesi i madh i kësaj qeverie. Çfarë doli? Doli strofulla e mafjes më të rrezikshme në Europë, Akshi. Edi Rama u paraqiti shqiptarëve koncesionet në shtetësi si përmirësim në jashtëzakonshëm të cilësisë shërbimeve, shpëtimin e tyre. Ata janë vjedhjet më të mëdha në këtë fushë në historinë e një vendi. Dhe se thirrën një herë të vetme. Ata zguxuan, nuk guxuan të thrasin, të hapin padi për Ilirbeqen, për sterilizimin. Ndonë se dokumentat shtetërore provonin se çmimi pas nga koncesionari në vend që të ulej si të kërkon ligji, u rrit 83 herë për njësi. Nuk e thirrën dot, sepse ishte Edi Rama mrapa. Kujtohet kur vraponte nga një studio në studio tjetër me gërshan, me bish të thyrë dhe me pincat në rishkura. Thoshe, ja me se operohet në Shqipëri, tani do vjedhun. Me një fjalë, nuk kanë të fund, nuk kanë të përshkruar krimet dhe vjedhjet e tyre. Por, kanë buroj të plot SPAK-un dhe drejtësi, dhe organ drejtësisë. Ju e patë gjykata e liroi dje. Ilirbeqe, bile, po të garantoj që pas një javë e 2 javë, Edi Rama do t'i dorëzoj atij certifikatën e mirënjohjes, siç e bëri me Jurges Çyrbin, siç e bëri me Bardhyl Agasin.